Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun xhalla wala falenderojmë dhe lutim që të na jap sukses në jetën e kësaj bote dhe shpëtim në botën tjetër. Të nderuar vëllezër, jemi duke shtjelluar dhe trajtuar tema që kanë të bëjnë me veprat e zemrës dhe në takimin e kaluar kemi filluar që të flasim për të shpresuarit në Allahun e mëdhenuar. Dhe kemi thënë se padyshim ky ibadet është nga ibadetet madhore të rëndësishme, madje vendimtare për udhëtimin e besimtarit të Allahu xhalla xhelaluhu. Andaj në takimin e kaluar kemi shpalosur disa prej pikave që kanë përfshirë në vetën e tyre kuptimin e këtij adhurimi dhe disa pika tjera. Dhe kemi thënë se shpresa në Allahu xhalla wala është e madhe, andaj dhe tema e kësaj ose këtij adhurimi është i madh që nuk mund të përmbledhet në një apo dy, por kërkon më tepër ligjërata. Por sidoqoftë, do të mundohemi sonte që atë që është e mundshme ta sjellojmë dhe prezantojmë me lejen e Allahut të mëdhenuar. Nëse ju kujtohet, atje kur kemi folë tek rëndësia e të shpresuar në Allahun azza wa xal, kemi thënë se ajo është e barabartë apo paralele me dashurinë e Allahut të mëdhenuar dhe konsiderohet një nga motivuesit kryesor të besimtarit për të ecur përpara, në kuptim të udhëtimit të tij drejt Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe kemi përmendur atje se duhet bërë dallimin dhe ndarjen mes këtij adhurimi dhe asaj që quhet shpresë e kotë, në cilën nuk mund të llogarit njeriu. Dhe kemi përmendur se dallimi kryesor mes këtyre dy llojeve të shpresuarit është vepra dhe angazhimi i njeriu. Andaj rrëdhëmisht nga ky kuptim dietarët islam e kanë ndarë, do të thotë këtë të shpresuar në dy ndarje kryesore. E para, sikurse thot Ibn Qayyim rahimahullah, është të shpresuarit e lavdruar. Të shpresuarit e lavdruar në Allahun azza wa xal, e që është dy kategori. Kategoria e parë ka të bëjë me të shpresuarit në Allahun, do të njeriu shpreson tek Allahu i mënduar kur e bën veprën e mirë, shpreson se i pranohet dhe shpreson se do të shpërblet për të tek Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe kjo është padyshim një nga kategoritë e lavdruara dhe të pranuara të këtij adhurimi. Dhe e dyta është të shpresuarit e njeriut mëkatar, në qoftë se pendohet tek Allahu i mënduar dhe hiq dorë nga mëkatet, shpreson se Allahu do t'ia falë. Shpreson se Allahu xhalla xhelalu nuk do ta merr në pyetje dhe rrjedhimisht nga kjo as nuk do ta dënoj për mëkatet që i ka bërë, nga sa ai është penduar për tyne. Edhe në këtë rast ka drejt të shpreson, nga se këtë të drejt për shpresuar ja ka dhënë vetë Zoti xhalla xhelaluhu. Madje ja ka ndaluar çdo njeriu të mendon ndryshe në raport me Zotin xhallahu ala kur ai pendohet për mëkatet e tij. Andaj ky është lloji i parë, apo themi më drejt, ky është kuptimi i drejtë i të shpresuarit në Allahun xhallahu ala, që është i lavdruar dhe i pranuar. Dhe lloji i dytë është, sikurse ka thënë një prej dietarëve të hershëm, prej shenjave të dështimit dhe prej shenjave të humbjes është të mëkatosh dhe të shpresosh. Apo nuk ka shpresë me mëkate, po me pendim ka shpresë. Por vazhdimësia e njeriu në mëkate dhe vazhdimësia e tij në mos zbatimin e urdhnave të Allahu xhalla xhelaluhu dhe në anën tjetër mos qarja e kokës fare për këtë gjendje dhe mos mërzia fare për këtë gjendje, apo absolutisht nuk jap kur fare të drejtë këtij njeriu të shpreson se nesër tek Allahu xhallahu ala do të jetë me të shpëtuarit. Vetëm kur e ndryshon gjendjen mund të shpreson tek Allahu xhallahu xhelaluhu. Andaj mjafton kjo qetësika nga kjo thënie, edhe pse në fund do të përmendim thënie të tjera që sqarojnë në mënyrë të qartë kuptimin e drejtë e të shpresuarit. Por dua të them të ndërvëllezër dhe motra
se me të vërtet e kemi obligim të shpresojmë në Allahun xhallahu ala. Dhe një nga mëkatet më të mëdha që mund t'i bën njeriu është ta fikë të shpresuarit në Allahun xhallahu ala. Po normalisht kjo e ka një lloj rruge, e ka një lloj shtegu, nëse njeriu i ndërmerr masat e duhura dhe e ndjek rrugën e duhur, atëherë nuk i mbetet tjetër pas të mendon mirë për Allahun dhe të shpreson në të. Përndryshe nuk kanë çfarë të shpreson. Dhe padyshim se ju vetëm në raport me Allahun xhallahu ala, por në jetën e kësaj bote, një njeri i cili nuk ndërmerr asnjë hap, dhe nuk ndërmerr asnjë masë të duhur, dhe nuk ndjek asnjë rrugë të kërkuar për të arritur diçka, nuk ka çfarë të shpreson ai. Çfarë ose çkafet ai në realisht i shpreson. Sikurse njeriu i cili nuk është regjistruar në shkollë fare, as nuk ka mësuar fare, as nuk ka dhënë provime fare, as nuk mërzitet për këtë gjendje dhe në fund hidhrohet pse nuk është problem me diplom, nga se fqiu i tij ose shoku i tij ka marrë diplom. Po dyshim se këtë njeri çdo kush refuzon. Me çfarë merite ti kërkon? Për shembull këtë gradim, me çfarë merite kërkon kështë problem? Po unë kam shpresu, unë kam menuar se ju më dëni mu. Po ti ke gabun kështë shpresim, realisht ti e ke dëmtu vetën tënde. Në qoftë se dikush të ka zhgënjy, vetja jote është. Në qoftë se dikush të ka dëshpëruar, vetja jote, askush tjetër. Prandaj edhe në ditë e gjykimit i thuhet njeriu të tillë mos e çorta askën pos vetes tënde. Madje njerëz të kësaj kategorie nuk do të kenë të drejtë askën me çortu. Nga se askush nuk ju ka faj për këtë gjendje pos vetes së tyre. Prandaj në qoftë se ne i ndërmarrim masat e duhura dhe ndjekim rrugën e duhur, padyshim se nuk na mbetet tjetër pas të shpresojmë tek Allahu xhallahu ala. Përndryshe, mund të shpresojmë, por së koti Allahu na ruaj. Pika 2 që dua ta përmend sonte është gradat apo shkallët e këtij adhurimi. Të shpresuar në Allahu xhallahu ala të ndërlozur është ibadet i gjerë dhe i madh dhe i thellë. Dhe padyshim se njerëzit për ballti dallojnë. Na një dallim e kuptuam më herët apo dallojnë njerëzit të cilët shpresojnë me të drejtë nga ata që shpresojnë pa të drejtë, a dallojnë mes vete. Mirë, këtë dallim të madh mes njerëzve kuptuam. E tash në mesin e njerëzve që shpresojnë me të drejtë, këta kanë drejtë këtë shpresë. A janë të gjithë një kategorie? A janë të gjithë një shkallë apo dallim mes vete? Padyshim se nuk janë në një shkallë. Andaj dietarët e Islam i kanë ndarë shkallët apo kategoritë e atyre që shpresojnë drejt në Allahun azza wa jall në 3 kategori kryesore. E para është të shpresuarit i cili të nxit dhe të motivon që të jesh i zellshëm në adhurimin ndaj Allahut azza wa jall. Zellshmëria e cila të sjell ty një lloj kënaqësie dhe përjetimi të këndshëm me adhurimin e Allahut xhallahu ala. Jo pse adhurimi bëhet i lehtë, por shpresa bëhet e fuqishme. A e kuptuat? Prandaj ata që e kanë adhuruar Allahun xhallahu ala dhe janë kënaqur në adhurim, nuk do të thotë se ata, për shembull, nuk kanë pas nganjëherë pengesa në adhurim. Edhe ata lodhen. Nuk do të thotë se ata, për shembull, kur është dashur më ngrit natën me u fal, janë zgjuar, do të thotë me lehtësi, madje e kanë pas mashtir me flajse më qu. Jo, nga se atë s'ka kuptim sakrifica. Apo s'ka kuptim sakrifica. Në qoftë se për shembull njeriu i cili adhurimin e ka shumë më të lehtë se mos adhurimin, atëherë këtu sakrifica do të thotë nuk e shton fuqinë e shpëlimit. Edhe ata e kanë pas vështirë. E pse na kanë kallëzuar që janë kënaq pro? E po shpresa ku ne fuqishme ato. Fuqia e shpresës u ka sill ëmbëlsinë e adhurimit. Dhe fuqia e shpresës u ka bërë që mos me ndi peshën e adhurimit. Edhe pse realisht ka ekzistuar pesha, edhe pse realisht vështirësia ekziston, mirë po fuqia e shpresuar në Allahu xhallahu ala e bën që mos vrehet. Për shembull, një njeri apo e ka një dhimbje të caktuar në një vend në trup dhe bajegi i bën problem. Në momentin kur i shfaq një dhimbje më e madhe, çfarë ndodh? Ai nuk e ndin këtë parën, jo që nuk po dhem, po ajo e dyta e ka humbur dhimbjen e të parës. Nëse pushon dhimbja e dytë me automatizëm
fillon me ndi dhimbjen e parë. E kështu me radhë gjitha, domethënë shembujt e mundshëm që mund të sjellim. Kështu është edhe kjo kategori. Do thotë adhurimi ndaj Allahut azza xal kërkon sakrificë, kërkon mund me gjithë kuptimin e fjalës adhurim. Qoftë në namaz, agjerim, sadaka, bamirësi, çka do qoftë. Kërkon një sakrificë, kërkon një mund. Mirë po këta shpresojnë aq fuqishëm në shpëlimin e Allahut azza xal dhe e din çka i pret tek Allahu xhallahu ala nëse vazhdojnë, gjë e cila grumbullon të ata një sasi të madhe të shpresës e cila fillon me humb ndjenjen e vështirësisë. Fillon me humb ndjenjen e vështirësisë. Kjo është kategoria e parë. Tash nëse matemi këto kategori, na kemi frikë që na kemi shpresë, por ndoshta jemi në kategorinë e parë të kategorisë së parë, apo në ngritje e sipër. Por kjo është kategoria e parë. Edhe këtu njerëz dallojnë. Apo do të thotë dikush e ka më të lehtë, dikush e ka të lehtë të vështirë, dikush e ka hala të vështirë, mirë po megjithatë shpreson. Andaj kategoria e parë e shpresuar në Allahun xhallahu ala është do të thotë të shpresuarit i cili të nxit, të motivon që të jesh i zellshëm në adhurim. Thash zellshmëria e cila bën që të kënaqesh me adhurim duke mos e ndier vështirësinë dhe mundin që po e shpenzon këtë adhurim. E dyta kategoria është të shpresuarit, do të thotë të shpresuarit e njeriut i cili është duke u përpjekur maksimalisht që të hiq dorë nga çdo gjë e këndshme për te, nga çdo gjë e mirë për te, për diçka më të këndshme për te dhe për diçka më të mirë për te. Tash këtu nuk jo veç haramet. Apo mund të ketë për shembull një njeri lidhshmëri me haram. Mund të ketë lidhshmëri me haram, mund të ketë. Dhe e lën kët haram edhe pse ka vështirësi. Por shpresa tek Allahu, se Allah ja kompenzon me më të mirë dhe i ndihmon, kjo është edhe shpresa. Por kjo kategoria e dytë nuk është që kjo. Ajo është më shumë te e para. E kjo e dyta është njeri për shembull ka kënaqësi dhe përjeton një lloj mirësie me gjëra që janë halal. Mirë po kalimi i kohës në shfrytëzimin e këtij halali e pengon nga disa gjëra që janë ende më të mira për te. Ende më të mira për te. Andaj këtu kemi të bëjmë me atë që quhet ambicia. Ambicia e lartë. Për shembull, ta marrim për shembull rrafshën e dijes. Rrafshën e dijes. Ti e din surën Fatiha, edhe e din surën Alam tara kayfa deri te Nas. Po dam kushtimisht 10 surët e fundit të Kuranit. A të mjafton kjo mu fal? Po të mjafton. A është mirë që i din? Po i din. A ke obligim me mësu ma shumë Kuran se kaq? Obligim se ke. Tash ti, vend se mu marrë me mësim të Kuranit, mu është përra me kalu kohën me diçka që nuk përdojmë që është haram, por të kishe kalu kohë në mësim të Kuranit në të ishte më e mirë për ty. Ose, për shembull në çfarë do punë tjetër, mos ti renditëm tash shembujt e shumë që mund t'jenë përshtatshëm për këtë pikë. Por njeriu i kërkohet që të ketë ambicie të lartë, që të ngrihet sa më lart, e sa më lart, e sa më lart, të gjithmonë më mirë, e më mirë, e më mirë. Apo? E kush e ndez këtë ambicie për të qenë gjithmonë më mirë, e më mirë, ngritja jote në kategorinë e dytë të shpesuar në Allahun xhalla xhelaluhu. Të shpesuar në Allahun xhelalu ala. Prandaj, sikur se ka thënë Ibn Jauzi rahimahullah. Ka thënë Ibn Jauzi rahimahullah, po të kishte dituri, apo edhe në yllin më të lartë në qiell, dhe do të ishte e mundshme të arrihet atje, do të ishte turp për kërkues të diturisë mos ngjitet lart apo. Tash dikur po kin tok ball, apo e ky është fjalori i kategorisë parë. Fjalori i kategorisë dytë është që nuk është ball. Ku të ka mirë shkoj, kërkoj më lart. Po anë edhe kjo është mirë, a ka më mirë? Apo andaj ky i dyti kërkon më mirë. Kërkon gjithmonë ato që është më e dobishme, më e mirë, më e madhe, më e shpërblyeshme. E për këtë duhet dituria, ta dish çka më e mirë se diçka e para, dhe duhet ambicia, vullneti. E me çka i ushqen këto dyja?
me këtë sasi të shtuar të shpesuar në Allahun xhallahu ala. Besoj që është e qartë. Apo duhet vullnet. A janë këtë njerëzit në dijet barabart? Nuk janë. A thua vallë dallimi i njerëzve në dije vjen vetëm për shkak të, për shembull, dallimeve në inteligjencë? Jo. Mund të jetë njeriu shumë inteligjent, por dikush tjetër me inteligjencë më të ulët se ai tjetër më i dijshëm se ai. Për çfarë arsye? Ku dallimi? Ky ka pas më shumë ambicie. Ky më shumë ka realizuar natën e ditën se ky tjetri. Edhe pse ky për shembull, s'u themi se në kohën kur lexoj ky, apo e ç'a bësh ti? Ai haram s'ka bë. Nëse ka net me musliman, ka bë muhabet, s'po them që ka bë ai haram. Mirë, pa ke pas mundësi dhe çat ku me kalu dikun ku më mirë, po ka pas mundësi valla. Po që kjo është ajo që ta mundson kategoria e dytë e shpesuar në Allahu xhallahu ala. Andaj çdo gjë që e ka arrit në këtë botë, a ka mundësi të jetë më e mirë? Ka mundësi. A ka mundësi që të jesh më ambicioz për të arritur edhe më lart se ajo që ke arrit? Ka mundësi. Po ku me e gjet motivin, me çka me ushqy këtë ambicie? Me këtë kategori të dytë të shpesuar në Allahu xhallahu ala. Ose shpeson, sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wa idha sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus." Kur të kërkoni nga Allahu, kërkoni Firdausin. Nuk do të thotë se nëse hub Firdausin shkon në xhenem. Do të thotë ka grada poshtë ende xhenetit sa dush. Madje ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se mes një grade dhe tjetrës ka sa mes qiellit dhe tokës. Është një gradë. Ndërsa ka xhenete që veç një gradë e xhenetit i ka 100 grada në vetë jam tonë. Pa në çfarë madhësi është kjo? Ti mush me i në gjë gradë, mush me konë të dera, ka mundësi. Apo, mirë po në qofë se ti arrin të grumbullash sasit mjaftush me të shpesuar në Allahun xhallahu ala, me të drejt, dhe ngritesh nga kategoria e parë në kategoria e dytë, atëra nuk do të lënë rat ambicia me gjendën që ke. Detyrimisht ka me të shty mes përpara. Andaj kjo arrit me të shpesuar në Allahun xhallahu ala. Dhe kategoria e tretë të ndërlozur e shpesuar në Allahun xhallahu ala është ajo që shpresa e madhe ndaj Allahut azza xal për ta ka minimizuar çdo kënaqësi në këtë botë. Shpresa e madhe për Allahun xhallahu ala para syve tyre ka vendos veç një qëllim dhe një dëshirë. Zemra e tyre zgjohet mëngjes dhe bie në mbrëmje, ndërsa në të nuk ka tjetër pas një kërkese. Ajo është takimi me Allahun azza xal. Nga shpresa e madhe çfarë do gjën tek Allahu xhallahu ala, ata mezi presin të takojnë. Nuk dohet mallëngjimi i tyre nga zemra e tyre për të takuar Allahun xhallahu ala. Na gjithë kemi qef me taku Allahun, në kuptim qefit për të mirë. Mirë po, si lëviz zemra jote, apo kur thuhet ki me taku Allahun, a është lëvizje e njëjtë, apo e njëjtë si kur thuhet ki me taku një nga njerëzit që ti i dën shumë, apo nga njerëzit që ti i pëlqen shumë botë, qoftë jetë autoritativ, apo tjetë me di, apo qëka do qoftë, për shumë ti s'ki shansë të me e papëtën, për shka kësë është larë për i teje, problem ki meri dhe atje, por janë moment caktum thuhet që mrena një jave ki me e taku apëtën. Filan me dëshku edhe shia ushqimit, apo edhe e pijes, edhe e gjumit, apo tash tërmendit dhe angazhimit është i dhenë pas ati takimi. E sa këna me nejt, e që këna më muhabet, e që shko më pozicionu, kej qefit dhe malëngjimi është për me e taku ato që ti e dënë apëtën. Nërsa, kjo kategori e njerëzve, për shkak të ushqimit të vazhdueshëm të zemrës me të shpesuar në Allahun xhallahu ala, ata nuk ju kanë mbet diçka shumë interesant këtë dunjë. Jo në kuptim të braktisës, nga se edhe ata janë njerëz kënaqur me kënaqësitë e kësaj bote. Por dua të them që mendimi i vazhdueshëm dhe mallëngjimi i vazhdueshëm për takimin me Allahun xhallahu ala ka bërë që ata do të thotë të jenë në një botë tjetër. Ata të jenë në një shkallë tjetër. Ata të jenë në mendime tjera. Ata të kenë muhabete tjera në ato muhabete të tyre. Nuk janë sikurse ata atyre që veç kanë qef me pa Allahun xhallahu ala. Prandaj të ndërrullazër takimi me Allahun i paraprin edhe mallëngjimi për takimin me Allahun. Nga se takimi me Allahun nuk bëhet në këtë botë. Po në këtë bëhet mallëngjimi për takimin me Allahun.
E kush e fuqizon këtë mallëngjim? Shpresa në Allah. Shpresuarin te e fuqizon mallëngjimin për takim me te dhe ai e bën pastaj të këndshëm takim me Allah te bareke ve taala. Prandaj Allahu xhallahu ala thot: "Faman kana yarju liqa'a rabbi." Në fund të surës Kaf. Kush e shpreson takimin me Allahun, shikoj e ka përmendur si kategori. Falyamal amalan salihan. Le të vazhdon gjithmonë të bën punë mira. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, dhe Allahu kët adhurim mos t'i bën asnjë shok. Madje çdo sprovë këtë botë, çdo të lashë që mund ta kenë, me çdo sfidë që ata ballafaqojnë këtë botë, ata e tejkalojnë me këtë fuqi të shpresës dhe mallëngjimit për takimin me Allahun xhallahu ala. Prandaj Allahu xhallahu ala në fillim të surës Ankebut, kur përmend ligjin e tij të pashmangshëm për çdo krijesë, e që është sprova. Apo ky ligj i Allahut, çdo kush në këtë botë sprovohet. E sprova është edhe me të mirë, po edhe me të keqe. Edhe me gjëra të këndshme sprovohesh, por edhe me gjëra të pakëndshme sprovohesh. Sidoqoftë, sprova është ligj i Allahut mbi robët e tij. Kur Allahu xhallahu ala thot: "Hasiban nasu", a menduan njerëz, çështu kanë llogarit, apo që thon kemi besuar, wa hum la yuftanun, dhe mos provohen për cilëtetin e besimit, për vërtetësinë e dëshmisë së tyre dhe saktësinë e deklaratave të tyre, a menduan se kanë me lënë që shtot pa e provu nivelin e kësaj saktësie dhe kësaj vërtetësie? Ja, s'kana me lënë kështu. E po, mas saj me njëherë, mas tja jeti, Allahu xhallahu ala thot: "Men kana yarju liqa Allah", kush e shpreson takimin me Allahun, fa inna ajala Allahi la'at, ta din se takimi me Allahun së shpejt dhe të vijë. Shikoj, Allahu xhallahu ala po na përmend se ligji i tij është sprovuarit. E pastaj po na ngushëllon, madje po na furnizon me një fuqi që na ndihmon me lejen e Allahut me të kaluar çdo sprovë, ajo është të shpresuar në takim me të. Në qoftë se fuqizohet shpresa takim me Allahun xhallahu ala, çdo të lashën këtë botë ka tjetër ngjyrë, ka tjetër shije dhe ka tjetër pamje. Prandaj këto janë tri kategoritë e të shpresuar në Allahun xhallahu xhelalu, që padyshim çdo kush ka nevojë me meditu, me shiku, por dua të them që të gjitha këto janë të mundshme të arrihen. E para, e dyta dhe e treta. Pas kësaj dua të përmendja edhe pikën përmbyllëse të kësaj teme, para se të kaloj tek thënjet e dietarëve për këtë ibadet. Është, do të thotë, e kuptuam çka o të shpesuarit, e kuptuam rëndësinë e të shpesuarit në Allahun azza wa xal, kuptuam llojet, kuptuam dallimet mes asaj që është e lavdruar dhe asaj që është e qortuar, dhe kuptuam gradet dhe shkallët e këtij adhurimi. Në qoftë se gjitha këtu e arrim frytet e shpesuar në Allahun xhallahu ala, apo që një njeri është i pajisur me këtë adhurim dhe zemra e tij e adhuron si duhet Allahun xhallahu ala në këtë drejtim, në drejtimin e të shpesuar në Allahun xhallahu ala, atëherë ky njeri çfarë të mirë arrim. Normalisht shumë fryte i kemi përmendur në kuadër të pikave të kaluara, por pata dëshirë ti përmbledhi që ti kemi të grumbulluara para vetes në fund të këtyre pikave. Padyshim se të ndërlozëm, në qoftë se na e kemi kuptuar drejt këtë adhurim, dhe në qoftë se ne e kryem si duhet këtë adhurim, domosdoshmë ky adhurim do të na mundson që të futemi në adhurime të reja, që si në kontu i bodesat, dhe të vazhdojmë më tutje, të jemi qëndrueshëm në ato që jemi duke i bërë. Nga se njeriu lodhet shpejt, madje edhe gjërat i bëhen rutinë shumë lehtë. Ajo që e bën interesant çdo adhurim, ajo që e bën çdo adhurim sikur të jetë hera e parë që po e kryen, interesant për njerin, aktiv, është të shpesuar në Allahun xhallahu ala.
Andaj nëse don me e luftu rutinën, që fatkeqësisht na ka kapluar në shumë aspekte të adhurimit dhe don me e luftu plagështinë që na ka rënduar në rrafën e adhurimit, aktivizoja si duhet të shpesuar në Allahun xhallahu ala. Me këtë luftohet plagështia, me këtë luftohet rutina, me këtë luftohet mërzia, me këtë luftohet lodhja, apo i jap njeriu energji dhe aktivitet për vazhduar tutje. Andaj e dyta, si rezultat është të kënaqet me adhurim. Kur vazhdon dhe je i qëndrueshëm, faza e parë mund të jetë faza e rezistencës. Apo për shembull don me fal namaz i reziston për shembull ndaja. Tash dy aty në vallë konflikti, po ti jap përparësi namazit, po pas një konflikti, pas një rezistence, jo bashkë me lehtësi ke mujt me kry krejt apo. Tash diçka i kryen më me lehtësi, po diçka ende janë në fazën e rezistencës. Në qoftë se e te i kalon me sukses fazën e rezistencës, dhe kjo kalohet tash me fuqinë e ekspresuar në Allahun xhallahu ala, atëherë kalon në mejdanin e të kënaqurit me adhurim. Kalon në mejdanin e të kënaqurit me adhurim. Andaj thot Ibn Qayyim rahimullah, thot shpresa në Allahun e manduar është shoqëruesi më i mirë në udhëtim të Allahut xhallahu ala. Thot nga se të shpresuarit në këtë udhëtim e lehtëson dhe i jep shije udhëtimit. Të shpresuarit në këtë udhëtim jo vetëm që e lehtëson, por edhe i jep shije dhe kënaqësi udhëtimit tek Allahu xhalla xhelaluhu. Nga frytet e treta që mund të përmendim është gjithashtu të ndërlozur se të shpresuar në Allahun xhallahu ala, nga frytet e saj është i mundson besimtarit t'ia shfaq varfrin e plot dhe varësin e vazhdueshme që e ka ndaj Allahut azza wa jalla. Pse? Nga se ti çfarë shpreson pe Allahut azza wa jalla? Shpreson pe ti me ti përnu veprat, sikur se kemi thënë në fillim. Shpreson pe ti me ti fal mëkatet. Shpreson pe ti me ti mbulu tmetat. Apo shpreson pe Allahu xhalla xhelalu që me të shpërblyt ditën e gjykimit. A i shpreson gjitha këto? A i ke arrit këto? Jo, si ke arrit. Si ke arrit, ti shpreson se gjithë si kemi arrit. Po desë nuk ke arrin, ngushëllohesh me shpresë, fuqizohesh me shpresë. Por kjo shpresë të bën me konë gjithmonë i varur nga ai që shpreson për ti. Apo, sikur me marrë një shembull në kësaj bote, pse dallimi në raport me Allahun është shumë i madh, por sa për me kuptuar. Një njeri i cili punon për dikën dhe shpreson se në fund muajit ka me e shpërbly për mundin që ka bërë, ka me pagu. Ai një muaj ditë punon, angazhohet, a ke marrë rrugën një? E pse po punon? Po në fund më ka thonë e merr, apo në fund e merr. Tash mundohet që këti që po shpreson te edhe më apo qefin, edhe më rujt, edhe mos më punu dikun tjetër që ndoshta mund ta përkeqëson situatën e këtij, gjitha këto i bën nga se shpreson në fund që merr shpëlimin. Prandaj thot Ibn Qayyim rahimullah, thot sa i përket nënshtrimin te Allahut azza wa jall dhe për ulës para tij, thot atëra dhe gjithashtu të kënaqurit me caktimin e tij, thot kjo ndodh vetëm për shkak të shpresës së madhe se Allahu ka më mëshiruar. Gjitha këto i kise Allahu ka më na mëshiruar, Allahu ka më na fal, Allahu ka më na shpërbly. Apo dhe kjo të bën me kon gjithmonë i varur veç për ti, se a prat ti mëshirë nga ndokush tjetër pas nga Allahu? Jo. A prat me ti fal mëkatet dikush pas Allahut? Jo. A prat me të shpërbly dikush pas Allahut? Nuk prat. A prat me të ruaj dikush dhe me të shpëtu nga zjarri i xhenemit pas Allahut? Nuk prat. Andaj gjitha kjo të bën me kon veç për te i nevojshëm. Apo edhe ti je vetëm nga ai i varur dhe të kesh varfëri vetëm ndaj tij. E kush e ka sjell këtë varfëri dhe këtë varësi të shpresuarit se ajo çka duhet ty vetëm pe ti mundesh me marr atë. Ne shikoj se si të shpresuar në Allahun xhallahu ala apo prodhon dhe jep frytet e duhura të adhurimit të Allahut xhallahu ala, që është nënshtrimi për ulja dhe varfëria që duhet ta ndijë njeriu në zemrën e tij përballë Allahut te bareke ve teala. Dhe
E katërt që mund ta përmendim në këtë rast është të shumë të frytet, por dua të përmeni këtë të katërtën, është arritja e qëllimeve. Arritja e qëllimeve. Në qoftë se njëri do më arrit një qëllim, dhe ai qëllim që do ai më arrit, çfarë do kohë këtë botë apo në botën tjetër, do më arrit një qëllim, është nga qëllimi që Allahu i don. Dhe e ndjek rrugën që e ka mësuar Allahu deri atje. Apo ky njeri le të shpreson shpresë të bindjes, jo shpresë të kot, se Allahu xhallahu ala kam ia mundsuar më arrita që ka kërkuar. Nga se s'ka kuptim shpresa ndryshe. Shikoni çka thot Ibn Qayyim rahimullah. Thot përderisa njeriu, robi, ka mendim të mirë për Allahun, dëgjoni se kjo është rregull i jetës. Përderisa robi ka mendim të mirë për Allahun dhe ka të shpresuar të rregullt në Allahun, jo çdo fare, të rregullt në Allahun azza xal. Kjo e dyta, dhe e treta, wa tawakkul alej, dhe është mbështet si duhet në Allahun azza xal, thot ta din se Allahu kur nuk ka me zhgënjy njërin e tillë apo. Kur nëse i ki këto trija, ki mendim të mirë, ki të shpresuar të rregullt dhe ki mbështetje sinqert, kur Allahu nuk ka me të zhgënjy në synimet e tuja, kur Allahu nuk ka me të zhgënjy në atë që ke shpresuar se ka të dhon, kur? Asnjëherë. Madje thot Ibn Qayyim rahimullah, fa innahu subhana, nëse ai është i madhnuar i cili asnjëherë nuk e dëshpëron atë që shpresonte. Kur? Dhe asnjëherë nuk e humb mundin e askujt që ka shpresuar se Allahu ka më shpërblyer. Kur s'ndodh kjo? Prandaj çdo qëllim këtë botë që ne synojmë, nuk i kemi nganjëherë lehtë me arrit. Apo ndjeki këto udhëzime dhe merri këto mësime me lejen e Allahut të mëdhenuar. Nuk ka në këtë botë diçka që nuk i më arrit atë. Nuk ka. E dikush thot, po ka pas njerëz se kanë arritur çka kanë kërku. E vërtetë është që nuk e arrin ata nganjëherë çka e ka kërku. Por në vend të saj e arrin ato më të mirë që nuk e ditë me kërku atë. E për kështu nuk ka hapësirë për zhgënjim. Apo zhgënjimi ndodh kur arrin më pak se që ke prit. Për shembull, një rob në kësaj bote është mundu me qenë me të vërtetë si duhet në rrugt të Allahut azza xal. Ka dhënë mund, është angazhuar, është përpjek që të jetë i mirë edhe në rrafsh të adhurimit me Allahun xhallahu ala, që të jetë i mirë edhe në raporte me njerëz, të jetë larg punëve të ndyta, të ndaluara, është përpjek dhe ka pas në këtë drejtim vështirësi, ka pas lodhje, por gjithmonë ka pas shpresë të madhe në Allahun xhallahu ala se i avlen. Dhe ka vdekur njëri atë. Për balë ti mund tash Allahu xhallahu ala i thot, aja që të kom premtuar është që kja atë. Xheneti. A ka mundësi me thonë, ani mirë veç, e kom prit pak më mirë? A ka mundësi? Kur s'ka mundësi atë? Nuk ta jap xhenetin që ti e paramenon. Nga se ta jap shumë më të mirë që ti nuk din me paramenu atë. Apo qoftë se ta jap xhenetin shumë më mirë se ti që paramenon, e çka të mëna për të punë këtë dunja që këtë me të jap Allahu xhallahu ala s'ka rëndësi të madhe atë. Nga se xheneti te Allahu xhallahu ala është i shtrejtë. Xheneti është i shtrejtë. Që ata nuk e jap gjithkujt, e se jap për gjithçka, apo se jap për gjithçka. Ka kurzu, e japi për çita. E japi për çita. Ndërsa dunjan e ka kurzu me diçka? Me kurgjë. Me kurgjë, se ka kurzu afën. A ke bo marrëveshje me Allahun? Çfarë thot Allahu? Tash ti je shpirt, hala si e trup i krijuar. Apo Allahu më thon, ki më dal dunja, atje të vjen me pi ujë. Oksigjen, do të mira, do të më të jap ty apo. A bën çita për çita? Dikush thot po e bëj, dikush Allah po ja vlej kam u lodhe, a na ka vet të ka prun këtë botë, të furnizon dashës atë. E pranove si Zot, se pranove si Zot, sikur se e kompërman, i besove si besove, të gjithë dhe u jep atë që duhet në këtë botë, oksigjenin, pirjen, ushqimin, shumë tjera atë. Apo madje ka mundësi që
ata që nuk beson hiç në ta, t'ju jap nga kjo botë shumë më mirë se që jap të tjera. Ka mundsi, nga se kjo botë çështë është atë. Është çështë me përzimje. Është çështë me përzimje. Edhe i miri, edhe i keqi. Edhe fisniku, edhe i ligu. Gjithë kështu bashk hajnë, bashk pinë. Bashk e ndajnë një dielli dhe bashk e ndajnë një ajër, bashk. E që jap me kuptu se s'ka në i vlerë të madhe këto. E ta shte këthejmë të krasimi i parë. Në qofë se njeriu, Allahu i ka thonë, në qofë se ki mendim të mirë, shpreson si duhet dhe mbështesh në Allahun, ko me t'jep në atë buhet të shtrejt, ku s'japi bashkë gjithë kujt, ato që ka kur menes të karabëtën. Ti je të punu për një gjenet, e vërtet është, ti je të ullodhë për një gjenet, po ti hala nuk e din qëka është aja Allah. Wallahi ti hala nuk e din qëka është aja. Ti hala nuk e din në madhësin e hisës tonë në gjenet, hala se din abdo. Ti nuk e din. Nuk ka zemër njeri që qinran për bolë se begatije. E pa mundë shmë është, që ta është në kalëzën, se të coptuat zemëra pikzimi aftër. Në nën tjetër, nuk e din hala kur kush qëka i bjenë me ronë gjëhnem, Allah në rrujtë. Ashtë zjerë, mëzet, e dili, e dëshemë, hala s'din qëka me ronë gjëhnem tjetër. Hala nuk e din aftër. Hala kur kush se din. E po hala kur kush se din. Andaj, Allahu Gjelle Gjelalu në atë botë, me këtu qmime të larta, po të premton se kome të ebë qka s'ke paramenu kur. E qka të mëranë për këtë botë? E ke paramenu një sukses dhe i këtu, nga se i këndi e kërë të duhura. Kome të ebë qka e ke kërku, rrallë herë të ebë qka e ke kërku apëtën. Gjithmonë shumë ma mirë se që ke kërku apëtën. Ti e din, shpeshere në këtë botë punë të kanë dalë ma mirë, se që ti ke botë dua për të ka Allahu Gjelle Gjelalu apëtën. Gjithmonë është shtu apëtën. Prandaj Allahu Gjelle Gjelalu nuk e shgënjen asken. Allahu Gjelle Gjelalu nuk ja fik shpresën askujt. Allahu Gjelle Gjelalu nuk e ban pishman asken pse ka shpresun te. Kur? Prandaj fryt i rëndësishëm i të shpresuar në Allahu Gjelle Gjelalu është arritja e synimeve dhe qëllimeve. Me shpresuar të drejtë në Allahu Gjelle Gjelalu mund të arrim synimet edhe qëllimet tona në jetën e kësaj bote. Edhe pse ka fryte të shumta që kanë të bëjnë me këtë ibadet, por u mjaftova me këto katër që më të vërtet ti kemi më të përmbledhura dhe ti kemi më afër vetes tonë që të kuptojmë drejt se sa të mira na sjell realizimi i drejtë i këtij adhurimi dhe ndërtimi i këtij adhurimi në zemrat tona në këtë botë dhe gjithashtu në botën tjetër. Dhe pika e fundit për sonte të nderuar vëllezër dhe motra është thënia të njerëzve të ditur për shpresën e Allahut xhallahu ala. Normalisht kjo që kemi përmendur më tani është më tepër teori. Pika, rregulla, argumente e kështu me radhë. Dëshirojmë a reflektim praktik. Apo njerëzit që kanë ngu këtë ders e qysh ata e kanë artikulu pastaj kuptimin e të shpresuar në Allahun xhallahu ala. Shumë të janë thënjet. Jam mundu mi përzit disa për tyre, besoj që do t'jenë në shërbim të kësaj që kemi marrë deri më tani aftën. E kam pyetur një për djetarë që ka pas emrin Ali ibn Bekkar. E kam pyet njerëzit, këtë djetarë i kanë thënë, ma husnu dhanni billah. Qka do me thonë me mendu mirë për Allahun? Qka do me thonë me shpresu në Allahun? Qysh e ke kuptu ti kalzëna pak? Në kjo ders i madh, po kjo ua ka sjell me një fjalë shumë shkurt, po shumë domethënëse. Përgjigjja e këtij dietari në këtë pyetje e çka i bie me shpresuar në Allahun, ka thonë i bie ti je i bindur se ty nuk të bashkon me kriminalët me një shtëpi nesër apo. E kuptove? A të ka bashkuar këtë botë? Po. Apo vazhdo matutje. Bëhu i mirë, bëhu punë mira, nga se shpresa në Allahun t'ja bindje, apo se nesër nuk keni me datë një tinuj me ato që sokon që është duhet, apo. Kjo është shpresë e madhe, apo. Dhe kjo është kuptimi i thellë i shpresuar në Allahun xhallahu ala. Ndërsa një nga dietarët e ka pasur Mu'tamir, rahimahullah, e baba i tij ka qenë në moment të fundit të kësaj jete, apo.
E ka thirr djalin e vet, që ka qenë i ditur, i ka thonë, o biri jam, falëm pak për lehtësimet, falëm pak për premtimet, nga se po dua sa ma shumë mendim mirë të kem për Allahun para se me taku optën. Se pa, së shëngim ato të vetat, e me bidet, ka do është halat ders me ngu, ka thonë falëm për ruhas, lehtësimet, do në qështë Allah i falë gjinohet, e qështë Allah është përblen, e qështë Allah i ka falë të, e ka bo këta, falem që sa të munesh, apo? Po du sa ma te për me ushqy me ndim mirë, që kur takona me te, me të vërtet, ti themë Allahut, shumë kom pas me ndim mirë për të jaftën. Kjo është shumë do me thënë se, me e taku Allah me mendim të mirë. Nga se ka thënë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, gjdo kush për juve, para se të vdes, le të ketë mendim të mirë për Allahun. Nga se mendimi mirë për Allahun është një nga faktorët kryesor që Allahu t'i falë gjunat ditën e gjykimit. Gjithashtu Abdullah ibn Mubareku, ky dietar i madh, ky njeri i shquar, thot ditën e Arafatit, era tek Sufjan ibn Ujejne. Ka shku tek Sufjani, një nga dietarët e mëdhej, thot dhe e gjeta në 2 gjunjë kishte ra dhe bënte dua, dërsa latët i rjedhin mbi faqet e tij. Kjo ishte në pjesën përmbyllëse të Arafatit, në fund. Po, ata që kanë bua hajtë si vjetë, Allahu a pranoft, dhe neve që s'kena pa mësi me shku në mundsoft, që bashkë të shkojmë në haqë, është Arafati shtylla kryesore e haqët, dhe dita e Arafatit fillon me drek dhe përfundon me perëndimin e diellit, të asoj dite. Apo e ka perëndimin në fund tash ku japet më shumë të lutjeve, Abdullah ibn Bareku ka shku tek Sufjan ibn Ujejne, rahimahullah, e ka pa në 2 gjunjë, ka bën dua dhe ka i rrjedhin lot mbi faqet e tij. Dhe nga kjo pamje që e ka pa Ibn Bareku ka filluar edhe me çajt vet. Ka filluar me çajt Ibn Bareku. Edhe kur e ka ndëgjuar duke çajt Ibn Barekun, Sufjani i është kthy dhe i ka thonë, "Ma sha'nuk? Çka gjet, çka ki? Pse po çon veç pse mpa?" Atëra i ka thonë Ibn Bareku Sufjanit, "Çka të mërmenja, ton ky grumbull njerëzve këto që janë ato. Kush të mërmenja është më i humbur i sot, se këto atë ditë shpërblejnë hedije të mëdha, shpërime të mëdha, ato çkepën atje ti nuk mosh me i numëru mirësitë e Allahut azza wa jall." E ka thonë këtë grumbull të njerëzve, kush të mërmenja ka humb kur sot fitohet, ka thonë ka humb qaj që i menan se që ty në Allahut që u ka falë sa daptën. Subhanallah. Me i pa njerës në Arafat, e të bëhë doha, e në rrugë të mirë, qka me nën tjetër pas se me lejën e Allahut ka me u falë apëtën. Kjo është pesën Allah në Gjellë Vala. Kur ishe njerëzit ka i kthejnë në fesë Allahut. Kur ishe njerëzit të gatshëm të sakrifikojnë për të zbatu një urën të Allahut. Kur ishe njerëzit se po dojnë me di që ka thëtë Allahut dhe pejgamberi. Apo? Atër qka kime menu tjetër përveç se Allahu po dënë rahmet për atë millet. Po dënë falje për atë popull. E qka tjetër? Edhe na kur e shojmë tërë këtë rinin e për xhamia, këthim të Allahu Azugjel, të namazi, largim nga punë të këqia, për hir të Zotit dhe të besimit, qka kime menu tjetër, përveç se Allahu po dënë me falë këtë millet, po dënë me shpërbly, po dënë me ngrit, për kundër të metave, për kundër dëpsive që i kemi, jemi njerëz, por këthimit e ka Allahu, mbushje e xhamiave, është shpresa e madhe se Allahu e dënë këtë vend e dënë këta njerëz atën. Wallahi me qindryshe, ja u kish hap dyrt dika tjetër, jo ka xhamia atën. Apo, po fakti që ja u ka hap dyrt e xhamiave, dyrt e mirësive, dyrt e kërkimfaljes që ja u ka hap, kjo është shenjë e drejt për drejt. Nuk ka nevojë me fol Allahu Azza Jall. Nuk ka nevojë shpallje, ka shpall një herë. Mjafton me tregu. Kjo është shenja më e madhe se çfarë pozite ka ky popull tek Allahu Xhalla Xhelaluhu. Ne ka shpresë, duhet me këtë me ushqy vetëm me këtë shpresë, me këtë myt, përkundër, po ka të meta, ka dobësi, duhet më përmirësu, duhet ende më tepër. Kemi ende aspekte, ndoshta të vetëve tona të liga, të që nuk janë mira, duhet më përmirësu, por megjithatë, nuk ka vend për zhgënjime dhe shprim, s'ka vend. Qase sikur se ka thonë, pika ka marrë Sufjani këtë që Allahu s'ia fal, pika. Po ka thonë këta njerëz që
pluhnosën, ju mboll llamë, ju lodh, ju ndjerësit, për kanë Allah kanë bërë këtë punë. Për Allahun i narë që to. Tash ty me të shkumena si që u falë, për ka merë këtë mendim për Zotin, këtë mendim i keqë. Nësë po thujmë këti ja fale, nësë po jina me individa, nësë dim, gjdo individ në raport me Allahun e ka komunikimin e posaçëm, por po flasim kolektivitet, andaj të folit si kolektivitet në jep këtë drejt me thonë kështu. Gastu nuk e di, mu e ty, apo, në rrashin individual, si që në puna, na duhet tjera mendim me pas, po në rrashin kolektiv, duhet mendojmë se Allahu Gjallahu Ala në falë, në shpërblen, në ndihmon, në përkra, e kështu më radhë. Thash në qofë se e aktivizojmë si duhet të shpesuarit e drejtë në Allahun të barek o ta'ala. Gjithashtu prej fjalëve të mençura nga dietarët e mëdhenj, në këtë drejtim është, ka thonë Sufjan e Thauri rahimahullah, në qofë se ditën e gjykimit do të më jepet mundësia me më gjyku prindim, nuk do të pranoja. Do të thëja, Allahu du me më gjyku apëtën. Nga se shpresa në shpërblim është me madhe nga Allahu se nga prindja. Sa kanë shpërblim tek Allahu Gjallahu Ala. Gjithashtu ka thënë Fudhal ibn Iyad, rahimahullah, ka qenë nga dietarët e mëdhenj, Fudhal ibn Iyad ka thënë, në qofë se më thuhet, nisu ka gjëhnemi apëtën. Se ke kalu provimin, në qofë se thot më thuhet, kë nuk është dëshprim, po thot, po supozoj, në qofë se më thuhet, nisu ka gjenemi, thot gjdo hap që e qes ka haj, do tjetë më shprezlin se kom e më këthuja pëtën. Unë e shpresoj se më qënë gjenem, edhe kur më thot shkon unë e shpresoj se më qënë gjenet, edhe kur më thot shkon gjenem, e lemo së më ka thonë halon shko atje, po më thirë për gjenet, e qka me shpesu tjetër pra pëtën? Që ka shfarpresin në Allah në Gjellewala? Po ja kam bu hizmetin, në thash, kjo gjithë më një këthejet hizmetit. Ama, thot, edhe kur më thot, shka, thëm, e kam më mësëru se qëta shumë thirë të këthej, pëtën. Subhanë Allah. Qëfar shpresin në Allah në Gjellewala kam posa njëzëm? Gjithashtu, të ndërru Lazar, një nga djetartë e mdhenj, e ka pas emrin Ibn Semmak, rahimahullah. Ky Ibn Semmak e ka bu një dua, po kjo dua e ka përdor kuptimin e tij të këtij ibadeti, nga se me i përdor ibadetet si ndërmjetësim për tek Allahu, lutjet tona është punë e pranueshme, punë e shpërblyer, për hir të agjerimit, për hir të namazit, për hir të besimit, për hir të dashurisë ndaj pejgamberit, të punë mira, me ndërmjetësu me këto punë tek Allahu, me të japnit mirë, është e lejuar ato. E ky njeri ka dash me ndërmjetësu me kuptimin e drejt të këtij adhurimit tek Allahu Gjallahu Ala. Andaj ka shpesu në Allahu Gjallahu Ala dhe ka dash këtë shpresë në Allahun me e përdor ndërmjetësim për një kërkesë që ka pas në fund. Por shikoni se si e ka formuar këtë lutje. Ka thonë Tebarakte ya Adhim. Tebarakte është për bereke, do të thonë, plot mirësi je, plot mira je, shumë mira vijnë për teje o i madhreshëm, ja Adhim. Thot, po të kishin qenë adhurime, të gjitha mëkate që njerëz i bëjnë drejtim teje, po të kishin qenë punë mira, të gjitha mëkatet që bëhen në raport me ty, apo nuk besoj se do t'i shton të kjo mirësit e tua ndaj neve. A di që ka të më thonë kjo? Kjo të më thonë se qa që në hapë shumë Allah Azza Jall, që edhe me konë kejtë devat shumë, kejtë mirë, me në hapë që i katë se po në hapë sëtë, tuk e bo gjunaja, mjaftë është. A kuptut? Andaj thot, po të kishin qenë devotshmëri dhe punë mira të gjitha ato mëkate që bën raport me ty, nuk besoj se do të shtohet mirësia jote ndaj neve. Nga se thot ti vazhdimisht je duke e shtuar mirësinë tënde ndaj neve. Thot ndërsa ne vazhdimisht jem duke e shtuar të keqen ndaj teje. Andaj thot wa innaka latazidu fil ihsani ilayna
thot nga se ti vazhdimisht po i shton mirët e tua ndaj neve, po thuaj se të këqija që ne po i bëjmë, jem duke i bërë si të mira. Andaj thot, fela ente, nuk besoj e Zot, se ti për shkak të këqijave të shumta e braktis mirësinë tënde ndaj neve. Ti e bujar në qenjën tënde. Ti na bën mirë qenësisht. Nuk varet ajo nga gjendja jonë, nga se ne në rob të ti. Ai na bën mirë. Thot, dhe gjithashtu fatkeqësisht mirësia e jote ndaj neve nuk po bën që ne të heqim dorë nga e keqja. Është kjo lloj përulje para Allahut azza xal. Një gjendje ka përjashtime, por po e sjell një gjendje një lloj varfrie dhe varësie para Allahut azza xal. Ti e bën mirësi, na jemi keqbërësit. Ti e bujari, ne jemi të këqit. Dhe në vend që me shtimin e mirësive na shtohen punët e mira, ne po e vrem që po na dobësojnë punët e mira. Thot, pastaj në fund të kësaj, nga se ti o Zot nuk pranon tjetër përveç se të na bësh mirë. Dhe nuk pranon tjetër përveç se të na begatosh. Ndërsa ne po thuaj se nuk dim ndryshe për balteje përveç se duke mëkatuar. Andaj, thot femen dhe ledhi, kush është ai që ka mundësi me i numru begatit e tuja, dhe kush është ai që ka mundësi pa ndihmën tënde dhe pa suksesin nga ana jote me të falëru si duhet dhe me të qenë mirë njerëz, kur s'ka mundësi atë. Thot andaj unë kam menduar dhe kam medituar në adhurimin e bëmirësve. Njerëz që bojnë mirë, janë rob mirë dhe Allah xhallahu ala. Thot kam medituar në adhurimin e këtyre njerëzve. Dhe thot para çdo mirësie të tyre kam pa një mëshirë që vjen nga ti. E kuptuat? Para çdo mirësie e kam pa nga një rahmet që vjen prej teje. Mëshirë e cila e ka lehtësuar punë të mirë, sa është prapë meje, prapë begatia jote jaftë. Thot andaj o Zot, e tash vjen fundi, se kjo është këtë ndërmjetësim, për ulje, lavdrim dhe Allahu xhallahu ala, kështu të duaja, duhet me pas lavdrim dhe Allahu xhallahu ala, për ulje në nështrim, e pastaj vije kërkesa. Thot andaj o Zot jam, po të lutem, që atë mëshirën që u a ke dhënë adhuruesve, para adhurimit të tyre, tu a shpërndash mëkatarëve pas mëkatit të tyre. Subhanallah. Të lutem o Zot që atë mëshirë që u a ke dhënë adhuruesve para se të adhurojnë ty, tu a shpërndash mëkatarëve pas mëkatit që e kanë bërë. A jetë mëkat pa u falë? Nuk jetë. Nuk jetë. Nga se Allahu xhallahu na ka jep rahmet, atë me adhuru. E si nuk në jep rahmet që afër ti më u afru, për në pas mësi pas taj më adhuru. Shiko se i kam kuptu këta njerëz adhurimin e të shpesuar në Allahun xhallahu ala. Edhe pse thash të shumë të janë thënë edhe fjalë në këtë drejtim, por më lejoni për fund ta përmbylli me një fjalë. Të nderuar vëllezër dhe motra. Këto mësime që po i marrëm për adhurimet e zemrës, mbeten teori, mbeten thënje, dhe mbeten përjetim i këndshëm për momentet caktuara, në qoftë se ne nuk i marrim seriozisht që t'i zbërthejmë jetën tonë dhe të munduemi që në çdo porë të jetës, në çdo segment të jetës tonë, në çdo dimension të jetës tonë, apo ta përdorim këtë adhurim të shpesuar në Allahun xhallahu ala për të arritur qëllimet tona, për të jap motiv vetes tonë, për të jap shija adhurimeve tona, për të dhënë fuqi vetes tonë për të kaluar sfidat dhe provat dhe shumë tjera të mira që na sjell të shpesuar në Allahun. Dhe mbi të gjitha, na duhet kjo shpresë në Allahun xhalla xhelaluhu për një takim mirëfillt me të, për ta ushqyer zemrën me mallëngjim për të takuar me të, që të jetojmë në hijen e këtij mallëngjimi për të kënaqur pastaj në hijen e takimit të nesër atë. Nga se vetëm mallëngjimi i madh për takim me Allahun është ai i cili garanton takim të këndshëm të mirë nesër me të. Andaj unë përfund Allahun e los që Zoti xhallahu ala me të vërtetë na mundson që të mbushim zemrat tona me shpresë të mirëfillt,
të pranuar nga ana Allah xhallahu ala, me shpresë të lavdruar, e cila na jep fuqi për të vazhduar me punë mira dhe guxim për të penduar nga punët e liga. Dhe gjithashtu e lutim Allahun xhallahu ala që na mundson që krahas kësaj që e ushqim vetën tonë me këtë shpresë, ta shpërndajmë edhe tek të tjerat. Të nderuar vëllezër, çdo njeri që e ka vrarë shejtani, e ka vrarë shejtani me pesimizëm, me zhgënjim, e ka vrarë shejtani me demoralizim, ngjalleni me lejen e Allahu xhallahu ala duke futur në shpirtin e tij këtë shpresë se nuk ka mëkat që nuk e fal Allahu xhallahu ala. Shpërndane shpresën ndaj Allahut mes njerëzve. Kthejoni njerëzve shpresën tek Zoti nga se Allahu po i prat. Allahu po i thrat. Andaj sikurse po ja kthejmë vetes tonë këtë shpresë dhe po marrim fuqi dhe elan na vetë me vazhdim të tutje, ta ndajmë këtë mirësi edhe me të dashurit tonë, familjarët tonë, shokët tonë, miqët tonë, që flasim mirë për Allahun, bëhu sebeb që për shkak të fjalëve tuaja dikush Allahun më shumë më dashur. Bënu sebeb që dikush për shkak të fjalëve tuaja, punëve tuaja, të shpreson tek Allahu xhallahu ala shpresë që i ja ndryshon jetën tërësisht nga punët e liga në punët e mira. Mundësia është dhe ibadeti ka fuqi të mjaftueshme këtë ta bën, nëse ne fillimisht e kuptojmë si duhet dhe pastaj e përcjellim si duhet. Allahu ju shpërblet me të mirën e tij me kaq për dhofën personte, deri në takimin e ardhshëm sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira.